nderuar televizikues, përshëndetje, jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Liçenet alpine, luginat dhe zonat natyrore të mbrojtura po tërheqin gjithnjë e më shumë turist. Sipas të dhënave të publikuara nga kryeministri i vendit Edi Rama, vetëm në 4 muajt e parë të vitit 2025, këto destinacione janë vizituar nga 867.000 persona, duke shënuar kështu një rritje prej 60.000 vizitorësh krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Turizmi natyror në Shqipëri po njeh një rritje të ndjeshme me zona si liçenet alpine, lagunat, pyjet shekullor dhe lumi Vjosa që po tërheqin gjithnjë më shumë turistë vendas dhe të huaj. Sipas të dhënave të fundit të bëra publike nga vetë kryeministri Edi Rama, në 4 mujorin e parë të vitit 2025 janë regjistruar 867.000 vizitorë në zonat e mbrojtura, duke përfaqësuar një rritje me 60.000 vizitorë më shumë se e njëjta periudhë e vitit kaluar. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kryeministri shprehet vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti, 867.000 vizitorë kanë eksploruar bukuritë e zonave tona të mbrojtura, 60.000 më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit kaluar, nga liçenet alpine të lagunat, nga pyjet shekullore të Vjosa, lumi i fundit i egër në Europë. Shqipëria po bëhet gjithnjë e më shumë destinacioni preferuar për dashamirësit e natyrës dhe aventurës. Këto të dhëna tregojnë një tendencë pozitive për turizmin natyror në një kohë kur autoritetet synojnë të zhvillojnë qëndrueshmërinë e tij dhe të promovojnë pasuritë natyrore të vendit si një pjesë e rëndësishme e ekonomisë lokale dhe kombëtare. Rritja e fluksit të turistëve vjen në prag të sezonit veror, ku pritet dhe më shumë vizitues, veçanërisht në parqet kombëtare, brigjet natyrore dhe zonat që ofrojnë mundësi për ecje, kamping dhe eksplorim të natyrës së paprekur. Në zbatim të masës së sigurisë për dosjen Partizani, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha është paraqitur këtë të hënë në SPAK. Ai akuzoi drejtsinë për lidhje me krimin dhe paralajmëroi gjithashtu publikime të reja në çdo dalje përpara prokurorisë së posaçme. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është paraqitur këtë të hënë në ambientet e SPAK-ut në zbatim të masës së sigurisë të dhënë ndaj dosjes të njohur si Partizani. Berisha u prit me përshëndetje nga mbështetësit e tij të mbledhur para prokurorisë së posaçme, ku qëndroi vetëm për disa minuta. Pas daljes nga SPAK, Berisha deklaroi për mediat se kishte firmosur një dokument sipas detyrimit ligjor dhe zbuloi përmbajtjen e letrës, duke shoqëruar me një ser akuzash ndaj drejtuesve të drejtësisë. E informova se sot e tutje nga Dumani do ta quajmë Altin Troplini. Kjo për arsye të forta ligjore, sepse ky bashkëpunëtor i kartelit më të rrezikshëm, më të fuqishëm të Europës, mbajti në zyrën e tij 22 ditë vendimin e gjykatës për arrestin Xhevdet Troplinit, Elvis Doçit apo Pojave. Në shënjestër të akuzave të tij ishte kreu i SPAK-ut Altin Dumani, për të cilën Berisha tha se kishte mbrojtur një grup të strukturuar kriminal për shkak të lidhjeve të tij me pushtetin. Besoj se nuk bëhet fjalë për goditje, po bëhet fjalë për mos goditje. Ata ushtarët e tyre që janë kapur, ata Troplinët, Xhevdeti, Elvisi, ka ndonjë tjetër që është e hije fare, po do dalë dhe ai se kush është. Po i tyre, bosi i tyre. Ata pa diskutim që u njoftuan dhe u larguan. Dhe u njoftuan e u larguan, nuk mund të them se u njoftuan nga gjykata. Për arsye se gjykata i dorëzoi këtu me datën 30 prill ka dorëzuar urdhër të arrestet. Ata kanë qenë gjerë me datën 11 maj që të gjithë në terror elektoral në Durrës. Ky klan është vetë pushteti i mafjes, se godistin dot këta. Se godistin e njoftuar, nuk e goditën. Kapën ca ushtar, po as Xhevdeti dhe as Elvisi nuk u goditën. Kryedemokrati akuzoi gjithashtu gjyqtarin Irena Gjoka, duke konsideruar si vegël të shërbimit të qeverisë dhe e lidhur sipas tij me urdhrat politik të kryeministrit Edi Rama. Berisha u zotua publikisht se çdo paraqitje të mëtejshme në SPAK do të sjellë prova dhe të dhëna të reja që sipas tij dëshmojnë lidhjet mes drejtësisë, krimit dhe politikës. Kjo kontratë e pa noterizuar është pranuar si dokument zyrtar nga vetorët e Edi Ramës për të justifikuar paratë e saj të krimit dhe për ta mbajtur në shërbim. Irena me 5 mbiemra, shikoni çfarë monstra është janë këta, këta janë monstra njerëzore.
Firmos një kontratë, pa qetë një kontratë të firmosur në vitin 96 dhe të lidhur si pas një kodi civil të miratuar në vitin 2015 apo sa është kodi i ri. Në një deklaratë të fortë publike, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar qeverinë se gjatë vitit elektoral lejoi mbjedhjen e 10.000 hektarëve me kanabis, duke kthyer Shqipërinë, siç tha ai, në një plantacion gjigant droge. Sipas tij, kjo është një ndër mënyrat kryesore me cilat u ndikua rezultati i zgjedhjeve të 11 majit. Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka akuzuar qeverinë shqiptare për përdorimin e drogës si instrument elektoral gjatë zgjedhjeve të 11 majit. Në një konferencë për shtyp të mbajtur këtë të martë, Berisha deklaroi se në vitin zgjedhor është lejuar mbjellja e 10.000 hektarëve me kanabis, në kundërshtim me ligjin dhe konventat ndërkombëtare. Të gjitha mjetet ndër të cilat licencat për mbjelljen në kundërshtim flagrant me ligjin dhe të gjitha konventat ndërkombëtare të 29.300 hektarëve drogë. Ligji miratuar nga qeveria lejon, autorizon mbjelljen e 200 hektarëve në mbar vendin. Por me vitin elektoral, kjo sipërfaqe u shumë fishua 10 herë, 100 herë të mbjella me certifikat shteti, me leje shtetërore të narkoshtetit. Kjo është katastrofa më e madhe dhe me këtë akt Edi Rama nga veriu në jug linja në prendim bleu 100.000 vota. Thash dhe njëherë, nuk ka ndodhur kur që të autorizohet të shkelet me 140 herë sipërfaqja e parashikuar me ligjin siç ka ndodhur në këto zgjedhje. Ky vendim dhe kjo praktikë, sikur të mos kishte asnjë faktor tjetër, kanabizon totalisht farsën elektorale. To zgjedhje kur nuk mund të njihen. Berisha akuzoi qeverinë se përmes kësaj skeme ka krijuar një kapital financiar paralel, i cili është përdorur për të ndikuar drejt për drejt në vullnetin e qytetarëve dhe në rezultatin e zgjedhjeve. Nga ana e saj, qeveria ende nuk ka reaguar ndaj këtyre akuzave. Zgjedhjet e 11 majit u kthye në temë përplasjesh në Komisionin e Çështjeve Europiane. Kryetaria Jorita Tabaku i cilsoi ato si një provë të dështuar në rrugën drejt Bashkimit Evropian, ndërsa ish-ministri i Brendshëm Tauland Balla dha një panoramë pozitive dhe lajmëroi hapjen e të gjitha kapitujve të negociatave brenda qershorit. Debatet politike për zgjedhjet e pjeshme vendore të 11 majit u zhvendosën këtë herë në tryezën e Komisionit për Çështjet Europiane. Kryetaria e Komisionit Jorita Tabaku i cilsoi ato si një pengesë serioze për integrimin evropian të vendit, duke i përshkruar si një test të dështuar për funksionimin demokratik. Këto ishin zgjedhjet e para cilat ishin me negociatat hapura, ishin zgjedhjet e para kur Shqipëria kishte një test të ri, një test veçantë në rrugën e procesit integrimit. Dhe më vjen keq edhe si kryetare e Komisionit Çështjeve Europiane, po edhe si kryetare e Këshillit Kombëtar të Integrimit, që këto ishin një mundësi e humbur për Shqipërinë. Ishin një mundësi e humbur për faktin se ne duhet provonim që politika mund të sillet ndryshe, që politika ditë sillet ndryshe. Ne duhet dim së pari të organizojmë zgjedhje si test për demokracinë, duhet të dim që parlamenti sillet në mënyrë të pavarur, edhe ky si test për demokracinë, dhe na duhet patjetër që ta ndërtojmë Evropën këtu. Nga ana tjetër, ministri i Brendshëm Tauland Balla reagoi duke kundërshtuar fort vlerësimin e tabakut. Ai u shpreh se procesi elektoral ishte i qetë organizuar sipas ligjit dhe se Shqipëria është më afër se kur më parë hapjes së plotë të negociatave me Bashkimin Evropian. Zoti Balla, unë ju referova raportit të OSBE Odirit, ju po kaloni në sulme personale, e turpshme, çfarë është e turpshme, mund ta diskutojmë gjatë këtu. Po nëse do përdorësh këtë retorik në këtë komision, edhe nëse do sulmosh persona që s'janë këtu, që s'mbrojnë dot veten, unë ta ndërpres mbledhjen e komisionit. Raporti paraprak i OSBE Odirit ishte shumë i qartë. Tani zoja kryetare, mos e shpërdoroni detyrën. Mos e shpërdoroni juve hapësirën këtu. Duke më ndërprer fjalën. Zoti Balla e kaluat cakun. Ktheuni ke rendi ditës dhe vazhdoni me rendin e ditës. Rendi ditës jam. Diskutimet në komision u shoqëruan me replika të ashpra mes përfaqësuesve të mazhorancës dhe opozitës. Ndërsa vëmendja e opinionit publik po përqendrohet te progres raporti i radhës nga Komisioni Evropian dhe te ecuria konkrete e hapjes së kapitujve negociues.
Do ndrojmë temë të informacioneve tona. Një 15 vjeçar mbeti plagosur me armë në zonën e Alidemit në Tiranë pas ditën e së dielës. Policia ka shpadur në kërkim autorin e dyshuar, ndërsa 3 punonjës të picerisë ku ndodhi ngjarja janë arrestuar për ndërhyrje në vendin e krimit. Hetimet nga ana tjetër po verifikojnë lishmërinë e punësimit të miturit, i cili ishte i pasiguruar dhe sapo kishte nisur punë në këtë lokal. Policia e Tiranës ka dokumentuar ngjarjen e ndodhur këtë të diel në zonën e Alidemit ku një 15 vjeçar mbeti plagosur me armë zjarrit të modifikuar në ambientet e një picerie. Autori dyshuar është identifikuar si Aldin Neziri, 21 vjeç, i cili është shpadur në kërkim. Sipas hetimeve paraprake, plumbat që kapën në qafë të miturin dyshohet se janë shprehur aksidentalisht gjatë nxjerrjes së armës nga vetë Neziri në rrethana ende të paqarta. I plagosur, i cili rezulton të jetë kushëri me pronarin lokalit, kishte vetëm 2 javë që ishte punësuar në piceri. Ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën, po për shkak të moshës dhe mungesës së sigurimit, hetimet janë shtrirë edhe në aspektin e lishmërisë së punësimit të tij. Ndërkohë, policia ka arrestuar dhe 3 punonjës të lokalit, Ferit Basha, Andi Hyka dhe Kevin Bala, të cilët akuzohen për moskallëzim krimi dhe pengim të drejtësisë. Sipas burimeve të uniformave blu, menjëherë pas ngjarjes, ata kanë ndërhyrë për pastruar vendin e krimit dhe kanë hequr pajisjet e regjistrimit të kamerave të sigurisë, duke tentuar të zhdukin provat që mund të ndihmonin hetimin. Një tjetër person është marrë në hetim në gjendje të lirë, një vajzë e mitur, kushërir e 15 vjeçarit, e cila kishte dhënë një version të ngjarjes që bie në kundërshtim me të dhënat zyrtare. Ajo kishte deklaruar se ngjarja kishte ndodhur jashtë lokalit dhe se plumbi kishte ardhur nga një burim i panjohur, por hetuesit nuk e kanë gjetur provat që mbështesin këtë version. Prokuroria po ndjek me vëmendje të gjitha pistat e hetimit, ndërsa oficerët e policisë gjyqësore janë vënë në kontakt me inspektoriatin e punës dhe institucionet përgjegjëse për të verifikuar statusin ligjor të punësimit të miturit. Një ditë pas ekzekutimit të 57 vjeçarit Pjetër Kaza në fshatin Tale të Lezhës, policia ka identifikuar autorin e dyshuar dhe e ka shpadhur atë në kërkim. Viktima u qellua për vdekje me armë automatike sapo kishte zbritur nga makina për të hyrë në banesën e tij. Hetimet paraprake i lidhin ngjarjen me një konflikt të vjetër gjakmarrje mes 2 fiseve në Mirdit, që ka zgjatur prej më shumë se 3 dekadash. Vrasja e rëndë që tronditi fshatin bregdetar të Talës në Lezhë duket se është një tjetër kapitull i një zinxhiri të gjatë hakmarrjesh mes 2 familjeve që prej vitit 1994, 57 vjeçari Pjetër Kaza u qellua me breshëri automatiku teksa kishte ndaluar makinën dhe po përpiqej të hapte portën për të hyrë në banesën e tij. Sipas informacioneve nga grupi hetimor, autorët kanë ndjekur viktimën dhe kanë pritur momentin e përshtatshëm për ta ekzekutuar. Nga të shtënat ai ka ndruar jetë në vend, pamundur të kërkojë ndihmë. Policia e Lezhës ka identifikuar tashmë autorin e dyshuar të krimit, po për arsye hetimore ka publikuar vetëm inicialet GA. Ai është shpadur në kërkim dhe kontrollet në terren për kapjen e tij po vazhdojnë me intensitet. Hetimet paraprake përqendrohen te pista e gjakmarrjes, një konflikt i njohur për autoritetet që zanafillën e ka në vitin 94, ku shefi i krimeve në Reshen, Ndue Kaza, u vraj gjatë ndërhyrjes për shuarjen e një konflikti mes fiseve Kaza dhe Gjini. Sipas dosjes së prokurorisë, pas ekzekutimit të Ndue Kazës nga Dot Gjini, familja Kaza nisi hakmarrjen. Në korrik të 97-s, Martini, një tjetër pjesëtar i fizit Kaza, ekzekutoi 2 vëllezërit, Dot dhe Agustin Gjini, në një atentat në Mirdit. Për këtë ngjarje ai u dënua me 22 vite burg dhe u ekstradua nga Britania e Madhe në dhjetor të vitit 2017. Vite më vonë, në 2023, një tjetër tragjedi goditi familjen Kaza. Agustin Kaza, vëllai i viktimës së sotme, u qellua në Belgjik ku humbi jetën më pas në spital si pasojë e plagëve të marra. Me vrasjen e Pjetër Kazës në Tale, tragjedia duket se thedhohet, duke lënë të hapur plagët e vjetra të një hakmarrjeje që nuk njeh mosh, kufi apo kohë. Policia mbetet në gatishmëri të lartë në zonë dhe ka marrë masa për të parandaluar ndonjë përshkallëzim tjetër të situatës. Ndërkohë, organet e drejtësisë po analizojnë të gjitha provat për të çuar autorin përpara ligjit dhe për të ndalur spiralen e gjakut që vijon për më shumë se 30 vite. Një 34 vjeçar me shtetësi britanike humbi jetën në ujërat e shkëmbit të Kavajës pasi po drejtonte një jet ski pa lejen përkatëse. Policia e Durrësit arrestoi operatorin turistik Luis Xhumari për shkelje të rregullave të sigurisë në punë, ndërsa hetimet zbuluan se mjeti ishte dhënë me qira viktimës në kundërshtim me ligjin. Ngjarja tronditse hedh dritë mbi mangësitë e sigurisë në aktivitetet ujore në prag të sezonit turistik.
Në brigjet e mbushura me turistë të shkëmbit Kavajës, një ngjarje tragjike u regjistrua të dielën, ku një turist britanik humbi jetën pasi po lëndronte me jet ski. 34 vjeçari, ende i pa identifikuar zyrtarisht nga autoritetet, rezulton se nuk ishte leje për drejtimin e mjetit lundrues, që i kishte dhënë me qëra me kundërshtim në rregullat në fuqi. Pas hetimeve paraprake, policia e Durrësit vuri në prang nga operatorin turistik Luiz Xhumari në akuzën e shkeljes së rregullave të mbrojtjes në punë. Sipas kodit të dentarisë dhe rregullave të miratuara për aktivitetet ujore, operatorët turistik janë të detyruar të verifikojnë lejen për drejtimin e jet skive dhe në mungesë të saj, drejtuesit duhet të bëhen vetë nga punojësit trajtuar të subjektit. Në momentin e aksidentit, turisti anglez ndodhej bashkë me një grua e cila u nxorr nga uji dhe u transportua në gjendje të rëndë drejt spitalit rajonal të Durrësit. Shkaqet e vdekjes së britanikut do të përcaktohen pas rezultateve të ekspertizës mjekoligjore, ndërsa dyshimet janë se ajo mund të ketë ardhur nga mbytja apo një atak i beft kardiak gjatë lundrimit. Ngjarja ka ngritur shqetësime serioze mbi zbatimin e rregullave të sigurisë në zonat bregdetare, veçanërisht kur vendi pret një fluks të lartë vizitorësh në muajt në vijim. Ky aksident i përcjell me ndjeshmëri në opinionin publik dhe media, vënë në qendër të vëmendjes nevojën për monitorimin më të rreptë të aktiviteteve turistike në det. Ndërkohë, policia po vijon hetimet për të përcaktuar nëse ka përgjegjësi të tjera ligjore nga subjekti i turizmit që ofron mjeti lundrues dhe për të shmangur përsëritjen e tragjedive të tilla në sezonin veror që sapo ka nisur. Pas denoncimit të Partisë Demokratike për manipulim zgjedhjesh në fshatin Pekish të Peqinit, prokuroria e Elbasanit konfirmon se ka nisur një procedim penal për ngjarjen e ndodhur më 22 maj 2025. Materialet zgjedhore, karta identiteti dhe një shumë parash të gjetura në një lokal dyshohet se lidhen me skemën e njohur si treni bullgar. Teksa Partia Demokratike vijon me denoncimet publike për manipulimin e procesit zgjedhor të 2025-s, drejtësia ka reaguar për një nga rastet më të përfolura. Prokuroria e Elbasanit ka konfirmuar zyrtarisht se ka nisur hetimet për ngjarjen e ndodhur në fshatin Pekish të Peqinit. U gjetën materialet zgjedhore, lista votuesish, karta identiteti dhe një shumë parash në monedha të ndryshme. Sipas opozitës, materiali u kap në ambientet e një lokali në pronësi të kryeplakut të fshatit, i cili ka deklaruar se e kishte lënë në përdorim nga shtetasi Sajmir Hasalla. Në një shkresë zyrtare drejtuar Partisë Demokratike, prokuroria e Elbasanit bën mendje se në përgjegjësi të kërkesës suaj lidhur me informacionin e kërkuar për ngjarjen e datës 22/05/2025 të ndodhur në fshatin Pekish të Peqin, ju bëjmë mendje se nga verifikimi i kryer nga zyra e regjistrit rezulton të jenë regjistruar procedimi penal numër 525 datë 26/05/2025 për veprën penale të falsifikimit të materialit zgjedhor dhe rezultatit të zgjedhjeve parashikuar nga neni 326 i kodit penal. Denoncimi nga opozita erdhi në të njëjtën ditë që u raportua ngjarja, ndërsa vetë Partia Demokratike e ka cilësuar këtë rast si një formë të qartë të manipulimit elektoral përmes metodës së njohur si treni bullgar, ku persona të ndryshëm votojnë në mënyrë të organizuar me karta identitetit të tjerëve, të mbledhur paraprakisht në shkelje të ligjit. Sipas Partisë Demokratike, lokalet ku u gjetën materiale i është bërë kontroll policor pas informacioneve të ardhura nga banorët dhe përfaqësues të opozitës në zonë. Ndërkohë, organet e drejtësisë pritet të kryejnë veprime të mëtejshme hetimore për të identifikuar personat përgjegjës dhe për të zbuluar nëse ky rast përfaqëson një praktikë të përhapur gjatë procesit të fundit zgjedhor. Për momentin, prokuroria nuk ka dhënë informacion shtesë mbi personat në hetim apo masat e mundshme që priten të ndërmerren. Gjykata e posaçme ka refuzuar sërish kërkesën për zëvendësimin e masës së sigurisë për ish-drejtorin e ARSH-s Elvis Beberi në bashkëpunim me vartësin e tij Walter Begaj. Të dy mbetën në arrest në burg të dyshuar për korrupsion dhe pastrim parash në vlerën e 2.2 milion eurove. I shkreu i autoritetit rrugor shqiptar Elvis Beberi do të vazhdojë të qëndrojë në burg pasi gjykata e posaçme për korrupsion dhe krim të organizuar rrëzoi për të disatën herë kërkesën për ndryshim të masës së sigurisë. E njëjta masë është konfirmuar edhe për bashkëpunëtorin e tij, biznesmenin Walter Begaj. Beberi ndodhet në paraburgim që nga data 16 mars 2024 i arrestuar së bashku me Walter Begajin dhe biznesmenin tjetër Elvis Lami. Ky i fundit u la i lirë nga gjykata e shkallës së parë, por apeli i posaçëm pranoi rekursin e SPAK dhe riktheu në Qili. Sipas hetimeve të prokurorisë së posaçme, Beberi dyshohet se gjatë kohës kur ai drejtonte fillimisht Agjencinë për Eficiencën e Energjisë dhe më pas ARSH-n, ka shpërndar 6 tendera publik në favor të kompanisë së ortakut të tij Walter Begaj. Fitimet që vinin nga këto kontrata publike përfundonin më pas në një kompani të tretë të zotruar në mënyrë të tërthor nga vetë Beberi.
Prokuria e posaçme argumenton se përfitimi nga kjo skem korrupsioni llogaritet në rreth 2.2 milionë euro, të cilat janë investuar në pasuri të paluajtshme përmes transaksioneve fiktive dhe manovrave për të fshehur gjurmët financiare. Në bashkëpunim me shtetasin Valter Begaj dhe Ervis Lami, Ervis Berberi ka realizuar shitje të stimuluara të një kompanie me qëllim fshehjen e përfitimeve të palishme dhe të autorësisë së tij në to. Hetimet tregojnë një skem të mirë organizuar për përvetësimin dhe pastrimin e fondeve publike. Gjoko Kohë vlerësoi të qëndrueshme kërkesën e SPAK-ut për vazhdimin e paraburgimit për të dytë pandehurit, ndërsa hetimet për këtë aferë korruptive mbeten ende të hapura. Përpara vizitës së tij në Athinë, ministri i jashtëm Igli Hasani nënvizoi angazhimin për dialogun me Greqinë, duke mos përjashtuar dërgimin e çështjes së kufirit detar në gjykatën ndërkombëtare të Hagës. Objektivi mbetet afrimi i marrëdhënieve dhe përgatitja për antarësimin në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Ministri për Europën dhe punën e jashtme Igli Hasani nuk përjashton mundësinë që çështja e kufirit detar mes Shqipërisë dhe Greqisë të zgjidhet në gjykatën ndërkombëtare të Hagës. Deklarata vjen përpara vizitës së tij zyrtare në Athinë parashikuar për të martën. Qeveria shqiptare mbetet e hapur dhe plotësisht e angazhuar për promovimin e dialogut për të gjitha çështjet dypalëshe që janë pezull. Ne marrim pjesë në këto diskutime me frymën e respektit të ndërsjellët me qëllim për të arritur zgjidhje të drejta dhe të qëndrueshme që pasqyrojnë interesin tonë të përbashkët për marrëdhënie të mira fqinjësore dhe stabilitetin rajonal. Duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit të ndërsjellët, ai shpreh optimist për të ardhmen e marrëdhënieve greko-shqiptare, duke mbështetur në historinë dhe afërsinë mes dy popujve. Nëpërmjet dialogut të vazhdueshëm dhe bashkëpunimit konstruktiv, ne besojmë se është e mundur të adresohen të gjitha çështjet përkatëse në mënyrë që të përputhen në rregullat ndërkombëtare, duke u bazuar në lidhjet e thella historike dhe afërsi gjeografike që lidhin dy popujt tanë prej brezash. Në deklaratën e tij, ministri Hasani theksoi edhe synimin strategjik të Shqipërisë për integrimin evropian. Objektivi ynë është të fillojmë së shpejti mbylljen e kapitujve dhe të përfundojmë negociatat deri në vitin 2027, duke përgatitur Shqipërinë dhe antarësim deri në vitin 2030. Hasani shpjegon dhe votën masive pro Ramos nga shqiptarët që jetojnë në Greqi. Mbështetja e fortë nga shqiptarët që jetojnë në Greqi pasqyron besimin e vazhdueshëm të tyre në udhëheqjen e kryeministrit Rama për kushtimin e qeverisë për reformat thelbësore dhe vizionin tonë të përbashkët për të ardhmen europiane të Shqipërisë. Në fokus të bashkëpunimit mes dy vendeve mbeten jo vetëm integrimi evropian, por edhe projekte të përbashkëta në fushën e infrastrukturës, energjisë rinovueshme dhe shkëmbimeve kulturore ndërnjerëzore. Do të ecim me të tjera informacione, do të kalojmë në zhvillimet nga rajoni. Kuvendi i Kosovës ka dështuar për të 25-ën herë radhazi të konstituohet, duke mos zgjedhur ende kryetarin e ri të kuvendit. Ngërçi politik ndërkohë po pengon krimin e institucioneve të reja, ndërsa përplasjet mes partive po thedhojnë gjithmonë më shumë. Kriza politike në Kosovë thellohet. Për të 25-ën herë, kuvendi nuk ka arritur të zgjedhë kryetarin e ri të tij, duke mbetur i pakonstituar prej zgjedhjeve të mbajtura në muajin shkurt. Deputetët kanë kaluar vetëm 2 pikat fillestare të seancës konstituive, verifikimin e mandateve dhe betimin e deputetëve, por janë bllokuar në pikën e tretë, zgjedhjen e kryeparlamentari. Propozimi i lëvizjes vetëvendosje për këtë post Albulena Haxhiu nuk ka arritur të sigurojë 61 votat e nevojshme në disa raunde votimi. Propozimi i lëvizjes vetëvendosje për këtë post, Albulena Haxhiu nuk ka arritur të sigurojë 61 votat e nevojshme në disa raunde votimi. Si rrjedhoi u kërkua një votim i fshehtë, por formimi i komisionit për mbikëqyrjen e këtij procesi është refuzuar tashmë për herë të 17 nga partitë opozitare. Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe kanë kundërshtuar mënyrën e propozuar nga LVV-ja duke e cilësuar antikushtetuese. Ata janë drejtuar gjykatës kushtetuese me kërkesën për pezullim të seancave, derisa të merret një vendim për ligjshmërinë e procedurës. Ndërkohë nga radhët e opozitës Haxhiu shihet si figurë përçarëse duke shtuar edhe më shumë tensionet në kuvend. Edhe pse LVV-ja është fituesja e zgjedhjeve dhe ka të drejtën për të propozuar kryetarin e kuvendit, ajo nuk ka pranuar të heqë dorë nga kandidatura e saj dhe insiston se Haxhiu e meriton postin. Seanca konstituive pritet të vazhdojë më 4 qershor. Deri atëherë bllokada mbetet në fuqi, ndërsa pa konstituimin e kuvendit nuk mund të formohet as qeveria e re. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 3 qershor 2025 do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me kthjellime dhe diell gjatë pjesës më të madhe të ditës.
Gjatë pasdites në disa zona kodrinore dhe malore, priten vranësira kalimtare, por reshjet do të mungojnë në pjesën më të madhe të vendit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 29 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri-perëndimor verilindor me shpejtësi 5 deri në 10 metër për sekond, ndërsa në zonat bregdetare mund të arrijë deri në 13 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët 2 deri në 3 ballë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 27 gradë Celsius. Kukës, 10 deri në 25 gradë. Peshkopi, 9 deri në 23 gradë Celsius. Tiranë, 14 deri në 28 gradë. Durrës, 16 deri në 24 gradë. Kavaj, 13 deri në 23 gradë. Elbasan, 12 deri në 26 gradë Celsius. Berat, 14 deri në 26 gradë. Korç, 10 deri në 21 gradë. Vlorë, 14 deri në 25 gradë Celsius. Gjirokastër, 13 deri në 26 gradë. Sarand, 14 deri në 23 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 3 qershor 2025 do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, me kthjellime në pjesën më të madhe të vendit gjatë paradites. Gjatë pasdites parashikohen zhvillime të lehta vranësirash, kryesisht në zonat veriore dhe verilindore, por pa reshje të konsiderueshme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 9 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 26 gradë Celsius në zonat e ulta dhe fushore. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verilindor dhe veriperëndimor me shpejtësi 4 deri në 9 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 8 deri në 21 gradë Celsius. Podujev, 8 deri në 20 gradë. Skënderaj, 8 deri në 19 gradë Celsius. Pej, 9 deri në 21 gradë. Prishtinë, 8 deri në 22 gradë Celsius. Gjakov, 9 deri në 21 gradë. Malishev, 9 deri në 20 gradë. Gjilan, 8 deri në 21 gradë. Ferizaj, 8 deri në 21 gradë Celsius. Kaçanik, 9 deri në 20 gradë Celsius. Suharek, 10 deri në 20 gradë. Prizren, 9 deri në 21 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë do takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, miru takofshim.